Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është përfshirë në një tjetër skandal të rëndë ndërkombëtar pas raportimit të The Telegraph, që e lidh atë me çështjen e ashtu quajtur safari sniperësh në Sarajevo gjatë luftës së Bosnjës. Pretendimet sugjerojnë se gjatë rrethimit të kryeqytetit bosnjak të huaj të ndryshëm përfshirë shtetas italian, rus, amerikan kanë paguar shuma të mëdha parash për të qylluar mbi civil nga pozicione të kontrolluara nga forcat serbe. Sipas raportimeve, gazetari investigativ kroat Domagoj Margedić ka paraqitur prova të reja në formë videosh nga viti 1993, ku sipas tij shihet një djalë i ri që ai identifikon si Aleksandar Vučić, teksa mbaj një pushtë në një pozicion ushtarak mbi Sarajevo. Po sipas Margedić, në një prej pamjeve shfaq edhe një automjet me një kafë njeriu të vendosur në bagazh me një përkrenare blu të paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara, një detaj të ronditës që ka ndezur debat të publik. Në ankesën e dorëzuar tek prokurorët italian, Margedić pretendon se Vučić ka qenë pjesë e një njësie para ushtarake nën kontrollin e Partisë Radikale Serbe, pozicionuar pranë varrezave hebraike në Sarajevo, një prej pikave kryesore të serbe gjatë luftës. Sipas tij, ky pozicion e përdor jo vetëm për veprime ushtarake, por edhe si hapësirë ku të huaj të ndryshëm lejohen të paguanin për të qylluar ndaj civilëve, në atë që është cilësuar si një nga aktet më të njerëzore të rrethimit. Raporti i The Telegraph thekson se gjatë rrethimit të Sarajevës, më shumë se 10.000 civil u vranë, ndërsa pretendohet se një pjesë e viktimave kanë rënë nga të shtënat e snajperistëve të paguar. Akuzat kanë shkaktuar reagime të forta në opinionin publik ndërkombëtar, duke rikthyer në qendër të debatit çështjet e pabërgjegjësisë të trajtimit të krimeve të luftës. Presidenti Vučić nga ana tjetër ka mohuar me forcë çdo lidhje me këto pretendime, duke i cilësuar ato si fabrikime politike dhe përpjekje për të njollosur imazhin e tij. Ndërkohë, prokuroria italiane ka nisur procedurën fillestare dhe verifikimin e materialeve të paraqitura, duke hapur një kapitull të ri hetimor për një nga episodet më të errta të viteve 90 në Ballkan.